Të premtimet e kryetarit Alio, jena në vitin e 4, dhe me thonë jena në vit zgjedhor faktikisht, so ka arrit prej këndvështrimit ju, prej analizat juve që i keni bo si avanet, mi realizu premtimet kryetari Alio? Në disa prej fushave, në fushën e gjelbrimit, kryetari Alio ka arritur të përmbush ofër 90% të premtimeve të tilla, që është për neve është jashtëzakonisht shumë e rëndësishëm një çështje e tillë, edhe ka mbuluar në një segment të tillë dhe që ka shumë e rëndësishme që po ne si anëtarë të shoqërisë civile që kanë përmbush kërkesat tona që ka kërkuar nga opinionet, nga nevojat që kemi nxjerrur nga bashkitë lokale, nga zonat rurale, po një kohë edhe nga iniciativat që kanë ardhur nga qytetarët. Kjo është shumë e rëndësishme në objektive. Në aspektin e shkollave, ne kemi ngritur shqetësimin tona që shkollat duhet të modernizohen. Në çfarë kuptime? Për shembull, unë e kam marrë shembull Gjansereqin. Para shumë vite, në fillim të mandatit të kryetarit Aliu, ka qenë 25 minuta një orë mësimore. Me presioni që është bërë nga prendet, nga vetë nga këshilli drejtuesi i shkollës, nga vetë shoqëria civile, o bo një përmirësim. Për 25 minuta o bo kthy në 45 minuta. Ka qenë, nuk është më aktualisht, kemi një infrastrukturë tjetër. Tash ne jemi duke bërë presion që atje në shkolla duhet të kthehet energjia potenciale e njerëzve brenda shkollës, mësimdhënësav, nxënësa me të cilët kanë kapacitete shumë të rëndësishme, edhe të modernizohet tabela digjitale. Ne jemi në vitin 2025, në vitin 2025, shumë shkolla në Felizaj nuk kanë projektora në klasë. Domethënë tash në këtë vit pa presionit, pas vullnetit të mirë të shumë këshillave, shumë mekanizma shkollor kanë arritur të bëjnë presion në institucionin komunal, edhe që është përmirësuar. Për shembull në Gjansereqi, të gjithë klasët kanë projektor, me të cilën është mbushur një grenë. Çka është shumë e rëndësishme që të modernizohet me tabela digjitale. Nxënësat të mësojnë, të jenë në kohë, të morrin informata në kohë, të morrin informata të mira, me praktika të mira, që mos ndjekim më shumë teori dhe sepse ato teoria nuk mund të jetë më shumë të premtimet e kryetarit e poshtë që i ka jap domethënë fushatën e kalume, ndërtimi i kolektorit ujrave të zeza. Po, është njëra për problemeve që nuk i takon vetëm pushtetit lokal. Mbi ligjin e veçërisë lokale është një mandat. Po, po japin në qysh premtime në fushatë s'po thuhen janë. Po, domethënë është një premtim që edhe për këtë arsye kemi një mos realizimin e këtij premtimit. Është një gjysmë i përmbushur, domethënë në përgjithësinë e tij është realizuar. Por premtimi është më shumë se sa sepse ka kosto më të madhe, ka një vlerë më të madhe në trajtimin e ujrave të zezë që Felizoj i derë në një lum që është jashtëzakonisht në kundërshtim në Ridimës, që ka lënë me një ndotje të jashtëzakonshme për lumin më të veçantë Kosovë që bën derë e ujrave të zeza. Është njëra prej shqetësimeve më të mëdha të këtij regioni që derë në lumin e Ridime e që shumë qytetarë të fshatrave të komunës Kaçanikit pa shkaktojnë dëme apo krijohet arome keqe në gjatë. Edhe një premtim që akum po te kryetari Alio që ka jap, edhe praktikisht nuk besoj që u realizu ose ku është. A me dini sjellja e gypit gazit prej Shkupi. Apo japin premtimin havor përgjithësi kryetar, cila kompetenca e tij në këtë. Është njëra për premtimet që edhe kur e kam lexuar në programin e tij, më ka duk diçka e pakapshme, por nganjëherë këto premtime me të cilën japin kryetarët e komunave nuk i takojnë në mandatin e tyre, po e njëjtë kohë nuk është në përgjithësinë e tyre, sepse është një hierarki, një procedurë, një veprim që i takon edhe nivelit më të lartë të pushtetit, domthonë nivelit qeveritar, jo të pushtetit lokal, që ligji mbi veçërisë lokale i ka trajtu dhe i ka dhënë obligime komunave dhe kryetarëve se çfarë përgjegjësi kanë. Kjo është një problem që ne kemi ngritur se si mund kryetari Aliu apo shumë kryetarë të komunave japin premtime që janë në përgjegjësinë e tyre. Edhe kjo është një prej premtimeve që s'mund ta realizojë mandate, po me shumë mandate të tjera.